thënë jo në prerë argumentin dhe a e keni kushtëzuar kryeministrin Kurti për rikandidimin tuaj? Absolutisht nuk e kam kushtëzuar asnjëherë. E tëra që kam kërkuar apo më mirë them propozuar është që të mjepet një shansë që të shkojmë në sallë dhe ta provojmë. Ta shohim sa deputet po mblidhen, me qenë se unë kisha nga diskutimet individuale me deputetët, kisha garanca prej tyre se ata nuk do të bojkotojnë, sepse llogaritën i tash deputetët e Kuvendit të Kosovës e kishin ngritur dorën dhe kishin marrë pjesë në votim edhe për Slavko Simiqin, një nën kryetar për të cilin ka edhe akt akuzë për shkelje të rendit kushtetues. Dhe ata nuk donin deputetët që ta bojkotonin Vjosa Osmanin. Dhe natyrisht që kishte një pozitivitet, një qasje pozitive dhe unë isha e bindur që bëhen numrat. Por edhe si kur mos të bëheshin, unë e tëra çfarë kërkoja ishte që të shkojmë deri në sallë dhe ta provojmë. Ajo nuk do të na dërgonte automatikisht në zgjedhje. Thjesht do ta shihnim nëse janë 79, gjë që nuk do të ishin, ju siguroj, do të ishin më shumë se 80. Por edhe si kur të ishin në një rast kështu të paparashikuar, ne prap nuk do të shkonim automatikisht në zgjedhje, do të mund të tërhiqeshim dhe pastaj të provonim me kandidatë të tjerë. Çfarë ndodhi në fakt ishte që prapa shpinës sime punohej me shumë kandidatë të tjerë. Dhe unë e kuptoja nga televizioni që po punohet me kandidatë të tjerë, përderisa mua më thuhej provo me i bind opozitën, dhe kur deputetët të caktuar të opozitës mua më thanë që do të rinë në sallë dhe ai ishte numri i mjaftueshëm, pastaj mu kërkua që t'i bëj 85. Pra gjithmonë ngritej kushti, edhe pse një gjë e tillë nuk është fare nevojshme, 80 janë të mjaftueshme, por asnjëherë asnjë kusht, ta sqaroj. Po thuhet që kinse unë i kam kërkuar garancë kryeministrit për 80 vota, nuk është e vërtetë. Nuk i kam kërkuar atij garancë. Kam kërkuar përkrahjen e tij dhe natyrisht që unë punoja edhe me opozitën që ta arrim atë 80 që në sallë dhe përkrahjen e 66 deputetëve të koalicionit. Pra, kjo është çështja. Pastaj thuhej që ke kërku që me i dhën LDK-s ministri. Kjo është një gënjeshtër, kur nuk i kam kërkuar askujt që qoftë LDK-s, qoftë partive tjera t'ja jap ndonjë ministri. Kur s'kam kërkuar që të bëhet ndonjë koncesion as me deputet individual, as me deputet të komuniteteve, jo shumicë. Kam kërkuar thjesht të flasim me ta dhe t'u shpjegojmë pse është në interes të Kosovës që na njihnin në publik dhe në popull si binom i shpresës, që ky binom i shpresës ta vazhdoj punën e përbashkët, sepse rizgjedhja ime si presidente do të nënkuptonte edhe vazhdimin e qeverisë, vazhdimin e sigurt, pa asnjë pengesë, pa asnjë pengesë të vetme, por me suksese të plota, me suksese të shumta. Pra nuk i kam kërkuar asnjë kusht, asnjë koncesion, dhe pastaj kur thuhej që i ka refuzuar në nënshkrimet, jo, nuk kam refuzuar unë nënshkrime. Çfarë më është thënë, diku 2 net mos gabofsha para skadimit të afatit, 2-3 net, ishte, dhe kjo ishte pasi mu komunikua mungesa e përkrahjes nga ana e kryeministrit, dhe po flas për mungesën e përkrahjes së atyre 57 votave. Mu tha eja dhe futu si kandidate vetëm formalisht, si oponente e zotit Konjufca, me cilin unë kam pasur një bashkëpunim të shkëlqyeshëm, dhe ta shohim se si po rjedh, por unë kur i pyeta pse kemi nevojë, unë dhe zoti Konjufca jemi kundërshtar. Kënde përkrahni ju, e kam unë përkrahjen tuaj në një votë të tillë. Natyrisht që një përkrahje e tillë nuk më dha, sepse unë jam presidente e Republikës dhe do të ishte absurde që unë të futem në një garë të tillë thjesht sa për një kriter formal, sa për sy e faqe, sa për të tentuar të bëhet një quorum, por asesi për të zgjedhur, asesi për ta marrur përkrahjen. Pra nuk ka pasur të bëj kjo me refuzim të nënshkrimeve, por refuzim të një keqpërdorimi do të thoja edhe të integritetit të këtij institucioni, se unë nuk kandidoj nga rruga, por kandidoj nga ky institucion të cilin e kam drejtuar që më shumë se 5 vite. Pra unë nuk mendoj që është dashur që
të bëhet një lojë e tillë me institucionin në radhë të parë, harrojeni emrin, kushdo që është këtu në këtë institucion, ti thuhet nesër pas nesër. Eja dhe kandidohu vetëm sa për formalitet, unë besoj që e dëmton institucionin në vetvete pavarësisht se kush është individi. Pra nuk janë vendosur kushte, nuk është kushtzuar asgjë, kur më është bërë e qartë që nuk më përkrahin mua, ju kam uru suksese dhe në fakt kam besuar deri në momentin e fundit që do të arrihet një marrëveshje me SPA-ku njërën prej partive që janë në kuvend dhe planet e mia ashtu si që ja kam përcjellur lëvizjes vetëvendosje ka qenë që t'ja bartë detyrën me përgjegjësi të plot presidentit të ardhshëm, por edhe të jem në dispozicion për ta ndihmuar me aq sa mundem pas përfundimit të mandatit tim. Pra kjo është e vërteta, nuk ka pasur ndonjë kushtëzim. Nuk keni kushtëzuar, por me çfarë favori po them për ju kërkua që ju të ishit kandidator dubluese Glauk Konjufsës që të bëjë korumi dhe ai zgjej president. Çfarë ju ofrua ju në këmbim të kësaj? A është vërtet që ju është ofruar posti i ministrit të arsimit? Janë diskutuar këto gjëra, unë e kam bërë të qartë që nuk është çështja e postit, nuk është çështja e pozitës, sepse unë mund ta ndihmoj vendin tim edhe nga pozita e ish-presidentës, pozitë që do ta mbaj nga data 5 prill e tutje. Ka mënyra të ndryshme që ta ndihmosh vendin tënd. Pra nuk është që mua më duhej një pozitë do e mos. Arsyeja siç e përmenda janë 3 pse kam shpresuar që ta kem përkrahjen. Ishin e para vullneti i qytetarëve të Kosovës, e dyta zotimi vet kryeministrit para disa muajsh, sepse unë nuk do të dilja në publik pa një zotim të tillë. Dhe e treta ishte ky momentum i jashtëzakonshëm dhe do ta quaja historik që u hap me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vazhdimësia e të dyja institucioneve, vetëm sa do ta betononte këtë relacion me Amerikën, nga i cili do të përfitonte e gjithë Kosova, pavarësisht a është dikush kryeministër, a është ministër, a është president, që përfitojnë qytetarët e Republikës tonë në një mënyrë që do ta fuqizonte subjektivitetin tonë ndërkombëtar, aq sa ne nuk do të kishim më probleme dhe më në fund do të mund të fokusoheshim në çështje krejt tjera, siç edhe fokusohen shtete tjera që si kanë sfidat me cilat ballafaqohemi ne.